Qeveria shqiptare i kërkon presidencës shpalljen e zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashki të vendit. Veç Tiranës, pa kryetar janë edhe Vlora, Berati, Mati, Cëriku dhe Tepelena. Vetëm 5 ditë pas shkarkimit të Erion Veliaj, Këshilli i Ministrave ka njoftuar zyrtarisht presidentin Bajram Begaj për vakancën në bashkinë e Tiranës, por edhe në 5 bashki të tjera, mes të cilave edhe Vlora. Në shkresën që mban datën 30 shtator, Këshilli i Ministrave me firmë të sekretarit Angela Gaçi njofton kreun e shtetit edhe për vakancat në 5 bashkitë e tjera të vendit, duke përfshirë edhe Vlorën, por edhe qytete tjera si Berati, Mati, Cëriku dhe Tepelena. Nga ky moment, kur shkresa ka mbritur në tavolinë e presidentit Begaj, ky fundit ka afat 48 orë kohë për të nxjerrë dekretin për zgjedhjet. Pritet me interes vendimi i Begajt në kushtet kur kryebashkiaku Erion Veliaj ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e tij. Megjithatë, sido që të jetë vendimarrja e Begajt për zgjedhjet e pjesshme sipas ligjit elektoral, ato mbahen jo më parë se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë nga data e njoftimit të ndërprerjes së mandatit, çka do të thotë se datat e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme janë 3 të diellat, 2, 9 ose 16 nëntor, në varësi se kur do të shpallet dekreti i Begajt. 3 bashkitë të tjera të vendit si Mati, Tepelena dhe Berati janë pa kryetar, për shkak se kryetarët e tyre u zgjodhën deputet në siglin e Partisë Socialiste në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ndërkohë Cëriku ka mbetur pa kryetar pas emërimit të Antisallës në Ministrinë e Bujqësisë, ndërsa Vlora mbeti pa drejtues pas dorëheqjes së Ermal Dredhës dhe caktimit të Elis Alilit si kryetari komanduar.